Ndoshta gladiatorët zbresin në fushën e lojës. Ky mbase është etiketimi më i përshtatshëm për betejën e zhvilluar në Ballsh mes Bylis dhe flamurtarit kryesues të dielën e 13 marsit. Nuk është kursyer asgjë, ndërhyrje të rënda të pandëshkuara dhe kartona të munguar nga kryesori Meta, fërshëllima pafund dhe në fund një gol që është shtyr në port me çdo mënyrë. Ndodh edhe kështu nëse interesat në lojë janë shumë të mëdha. Ajsa tolerohen apo nuk shihen episode që edhe nga shkallët e stadiumit u pan qartësisht. Bylis merr fitoren 1-0 kundër flamurtarit, që në këtë rast nuk mund të bënte asgjë më shumë se kaq. Nëse vlonjatët kërkonin fitoren për të shkëputur përfundimisht nga Skënderbeu ndjekës, mallakastriotët synonin pikët e shpëtimit në një mënyrë që pak mund të kënaqë atë që dashuron lojën, futbollin, sepse pikët merren me jo pak sforco dhe stil. Përpos euforisë së vendasve për të parë drejt portës së Moçkës dhe zgjedhjes së flamurtarit për qëndruar fillimisht në pritje, pak futboll është parë në Adu Shmuça. Fjodor Gjafa provon nga distanca pa gjetur kuadratin e Moçkës, ndërkohë që edhe në minutën e 17 janë sërish ballëqotët që shfaqen rrezikshëm me kapitenin Dimo, por portieri vlonjat është në gatishmëri. Gjithsesi të goditur nga presioni dhe ndërhyrjet fizike përtej normalitetit, flamurtari ka vështirësi. Rasti më i mirë i Bylis është në minutën e 23, kur Gjafa nxjerr Abazajn përballë portierit, por sulmuesi ngresh njestrën lart mbi travers. Vlonjatët protestojnë vazhdimisht për lojë të rëndë, por Meta qetësisht vazhdon lojën. Për kronikën, në të 38-ën është Dimo që futet në qendër, por konkluzjoni i tij është shumë i lehtë dhe qendror për të friksuar Moçkën. Vlonjatët përdorin kundërsulmin frikshëm si në minutën e 40, kur kombinimi Xhafa i Plaku nxjerr 23 vjeçarin përballë portierit, por goditja është qendrore dhe Plaku nuk bën keq. 2 minuta shtesë dhe akoma protesta të vlonjatëve që nuk arrin të nxjerrin skuadrën përpara, gjë që do të përsëritet rregullisht edhe në 45 minutat e dyta. Në të 51-ën, skuadra vlonjate proteston e gjitha tek asistenti i garës. Në zhvillimet e një goditje dënimi, Dimo në pozicion të dukshëm jashtë loje vazhdon aksionin që për fatin e kuqezimve nuk përfundon në rrjet. Kërkojnë përqendrim tek arbitri vlonjatët, por ky do të jetë refreni minutave të mbetura. E vetmja mundësi për të sulmuar për flamurtarin është kundërsulmi. Xhafa dhe Plaku e kërkojnë shpesh njëri tjetrin, por pa rezultat. Ndërkohë që teknikët bëjnë lëvizjet e tyre në kërkim të zgjidhin këtë ndeshje të bllokuar. Një tjetër ndërhyrje e rëndë e lojtarëve të Bylis ndaj Lenës sjell përshtjellim të situatës. Magani futet në fushë për të protestuar, por Meta nuk është mirëkuptues dhe i tregon daljen nga pankina trajnerit të flamurtarit. Magani ka një diskutim të zjarrt me gjyqtarin, por në fund duhet të dalë jashtë i shoqëruar nga forcat e sigurisë. Për futboll nuk bëhet fjalë, sepse në arkun e 3 minutave Dimo ndrym brutalisht 2 herë. Në të parën ndaj Lenës, Meta nuk e sheh aq të rënd, ndërsa në të dytën ndaj Gramit i tregon kartonin e verdh. Protestat e miqve janë të kota sepse loja vazhdon në barazi numerike. Teksa vlonjatët pa Maganin në stol dalë që nga minuta e 59 po shkonin drejt pikës së hekurt, vjen dëshkimi. Është vlonjati Xhafa që është hyrë në rrjet një gol. Kaq mjafton dhe fusha e Ballshit nis të shpërthejë nga gëzimi. Vlonjatët bien, nuk rezistojnë deri në fund. Është ndëshkimi nga ai, Fjodor Gjafa. Bylis shënon në fund dhe mposh skuadrën e Maganit. Fitoria 3 sezonale e Bylis ndaj flamurtarit që ndalet kështu në një transfer që pritej e tillë. Dhe tani distanca me Skënderbeun është vetëm 3 pikë. Marrin suksesin mallakastriotët që mbeten të përfshirë në zonën e rënies nga kategoria, por të paktën kanë kaluar besën me 1 pikë, duke u ngjitur në vendin e 9 të renditjes. Një 3 pikë është marrë në fund, por që për Skënderbeun do të thotë një borxh të madh. Në fund të fundit Bylis ka pozitat e veta keq, por në anën tjetër, ndihma indirekte lidhej me ndjeksin më të afërt të kryesuesve. Një shëtitje e vërtet, një fitore e lehtë dhe shumë energji të ruajtura për ndeshjen e kupës në mesjavë. Dinamo e kthen në një formalitet ndeshjen e saj në Qemal Stafa, duke mundur 3-1 Elbasanin, tashmë të dorëzuar dhe pas një impenjim në javët e mbetura të Superligës. Ndeshja i përligjet atmosferës në shkallët e stadiumit, 2 skuadrat vetëm qarkullojnë topin, ndërsa rastet për shënim mungojnë. Për të zhbllokuar rezultatin duhet një goditje kalibri e feraj, me Sushori heq plurin pas shumë ndeshjes në stol dhe në minutën e 35 e dërgon topin në trekëndshën e majt të portës verdhe blu. Nuk mbyllet këtu, Dinamo do të dyfishonte rezultatin pas vetëm 4 minuta shloj, aksioni bukur i bluve që finalizohet me devijimin e Bërkiç për para portës, 2-0 dhe blut kthehen të qetë në dhomat e zhveshjes, ndërkohë që ndeshja është vrarë për para kohe. Kjo duket qartë dhe me rikthimin e skuadrave në fushë për pjesën e dytë, asnjë emocion në shumë minuta, ndërsa mërzia e këtij takimi do të thyen vetëm në 3 minutat e fundit. Blutë e kryeqytetit do të trefishonin rezultatin në minutën e 87, ndërsa takimin me golin do të gjente edhe Martinena. Argentina si arrin të zhbllokohet, ndërsa ka kohë dhe për golin e nderit të Elbasanit. Në limitet e kohës së rregullt, verdhe blu të ndihmuar dhe nga neglizhenca e tepruar e mbrojtjes dinamovite, do të shënonin me Kuçin gol ky, që vlen vetëm për statistika pasi fitoria e vendasve ishte archivuar me kohë.
3 pikë për Dinamo në javën e 24 të Superligës, ndërsa blut ngjiten në vendin e 5 të renditjes. I tepër të shkomenti për Elbasanin që tani vetëm pret të mbarojë një sezon për tu harruar. Teuta dhe Vllaznia kanë ndarë nga një pikë në Nikodovana pasi kanë mbyllur 90 minutat e ndeshjes me rrjeta të paprekura. Mbase do të flisnim për një tjetër rezultat nëse Pepa do të kishte gjuetur sakt nga pika e penaltis. Heroi i fitores në Tiranë një javë më parë gabon rastin më të mirë për të dhëndur sakve suksesin e dy tratazi. Sulmuesi i le podiumin e heroit Vujadinovic, portieri Shkodran që me ndërhyrjen e tij ka dhuruar Vllaznis një pikë të rëndësishme në transfer. Fjala e parë në këtë takim është për Sukaj, sulmuesi i Shkodran rithëron vendasit me një goditje të befasishme, i përgatitur Rizvani që neutralizon rrezikun në portën e tij. Reagon Teuta, por dursakët nuk arrin të finalizojnë aksionet e tyre, ndërkohë që Pepa sfumon një mundësi të mirë për të shënuar në fundin e pjesës së parë. Më saktë në minutën e 39, sulmuesi ul mirë një top në qendër të zonës, por goditja e tij është për tu harruar. Momenti më i mirë për të shënuar i shpërdoruar, ndërsa 45 minutat e para do të mbylleshin pa gol. Rikthimi në fushë për pjesën e dytë i buzëqesh skuadrës të drejtuar nga Edi Martini, Rugova pengohet brenda zonës nga Smajli, ndërsa Jemini drejton pa hezitim dorën nga pika e penaltis. Goditjen e merr përsipër Pepa, por përballë Vujadinovic, fitues del portieri që shpëton portën nga një gol i sigurt. Trishtohen dursakët, por mund të kishte shkuar më keq nëse goditja e Sukaj në hyrje të zonës do të kishte gjetur kuadratin e Rizvanit. Mbyllet pa gola kjo sfidë dhe me nga një pikë për dy skuadrat që kanë ruajtur pozitat e tyre në tabelën e klasifikimit. Megjithse nuk fiton, Skënderbeu jo vetëm që qëndron në garën për titull, por ngushton akoma më shumë diferencën me kryesuesit të Flamurtarit. Kjo jo për merit të skuadrës së Durrës që në fushën e Besës ka barazuar 0-0, por fal asistit të vetë blënjatëve me humbje në transfertën e Ballçit. Përpos gjithçka e tjetër, pika në kavaj rezulton e rëndësishme për formacionin korçar, që tani e sheh vetëm 3 pikë larg Kreut. Pjesa e parë e takimit duron pak megjithse nis me tentativën e fortë të Fakut në hyrje të zonës. Në provën e dytë Mesushori filtron topin, por sfera shkon mbi traun e portës. Ky është momenti i parë dhe i fundit i rrezikshëm për korçarët në fraksionin e parë. Nuk mund të thuhet e njëjta gjë për të besuarit e Gerti Axhiut. Kavaja si shtyn përpara, ndërkohë që Sefa ndalet në momentin e fundit nga mbrojtja. Sulmuesi reklamon dhe një prekje të topit me dorë, por nuk mendon në të njëjtën mënyrë kryesori Peza. Vendasit nuk ndalen, ndërkohë regjistrojnë dhe rastin më të rrezikshëm për të shënuar në këtë pjesë. Arkimi Mancakut gjen devijimin e kupit, por me shenjë të mundur, topi shkon ngjitur me shtyllën e Majt Pingule. Sfumohet ky moment i mirë për Kavajasin, ndërsa minutat e mbetura të pjesës së parë nuk sjellin asnjë ndryshim në rezultat. Topat e gjatë të hedhur në zonat respektive shqetësojnë pak portierët, ndërsa 45 minutat e para do të mbylleshin me rrjeta të paprekura. Nis me Besën në sulm, fraksioni i dytë, ndërsa Shameti i jep më shumë ajër se ç'duhet goditjes së tij me kokë që shkon mbi traun e portës. Vendasit janë të rrezikshëm në daljet e tyre, por Sefa nuk arrin të shfrytëzojë si duhet rastet e paraqitura, duke ja bërë punën më të lehtë Shehit. I pafuqishëm Skënderbeu që provon nga distanca, por pa shqetësuar Kotorin në katërkëndshin e tij. Minutat në vazhdim luhen hapur, Sefa provon me kokë brenda zonës, por pa sukses, ndërkohë që në kraun tjetër Soza abonohet më shumë se ç'duhet, duke dhënë fund një dalje të shpejtë të korçarëve. Ky është momenti i fundit për t'u veçuar për skuadrën e Durrës, që më pas ka nevojë për instinktet e Shehit që ndalon këtë goditje të Norët nga e Majta, por edhe për Dos Santos, që i vetëm përballë portës bën më të vështirën, kaq dhe për Besën në këtë ndeshje, e cila do të mbyllej ashtu siç nisi. Në fund 0-0, por pika mund t'i kënaqë të gjithë në këtë sfidë. Besa ka rezistuar përballë rivalëve të hetur për fitoren, ndërsa korçarët, kur kanë mbetur dhe 7 ndeshje deri në fund të sezonit, i shohin më pranë rivalët kryesues të Flamurtarit. Një kapërcim mbi Teutën dhe Shkumbinin përpara ndeshjes me Tiranën, krutanët e shihnin vetëm në mendimet e tyre më pozitive. Por me 2-0 në Kruj, skuadra e Ndreut e ka bërë realitet vendin e 7 me 2 gola ndaj bardhebluve që zbresin në vendin e 6 duke dalë jashtë arenës europiane. Nuk fitojnë prej 6 ndeshjesh kryeqytetasit e Kërqiçević, që jo vetëm nuk përmirësoi situatën post dede, por nuk po gjen një ekuilibër në formacionin e 24 herë kampionëve. Humbja e pësuar një javë më parë me Laçin e kishte karikuar ambientin krutan sepse mundësitë për të dalë nga vështirësitë tani vinë në countdown. Tirana në vështirësi që në fillim dhe në minutën e 12 Lika bën të jashtëzakonshme për të mbajtur të paprekur rrjetën. Godet fuqishëm nga 25 metra Babić, por ish portieri kombëtares reagon si në kohët më të mira.
Shtyhet përpara me forcë skuadra Andreut që mbyll në gjysmë fushën e saj Tiranën. Alvi shmang dy mbrojtës, por nuk koordinohet mirë për goditjen duke çuar dëm një mundësi të mirë. Përgjigjja e Tiranës vjen në të 26-ën. Pejç kombinon me Karabecin që godet fort pa gjetur kuadratin e mbrojtur nga Halilaj. Dominon fushën Kastrioti ndërsa Tirana përdor kundër sulmin. Dy formacionet mundohen të gjejnë të çara në prapavijat kundërshtare, por pjesa e parë mbyllet pa gola. Nuk ndryshojnë mentalitetin skuadrat edhe me rifillimin e lojës dhe janë vendasit kërkues. Pran golit Kastrioti në minutën e 50, kur goditja e Alvish devijohet nga Inkango, por për fatin e Likës përfundon ngjitur me shtyllën në të majtë të portierit. Tirana mbrohet, por kjo zgjat deri në minutën e 62. Alvish, lojtari më i mirë në fushë, shfaqet brenda zonës dhe këtë herë braziliani nuk gabon. Lika e sheh topin në rrjet me gjithë përpjekjet për të ndaluar mes fushorin krytan. 1-0 godet edhe më shumë Tiranën apatike në këtë ndeshje, ndërsa krahët e entuziazmit shtyn Kastriotin të mbyllë këtë ndeshje në të cilën meritonte fitoren. Piskor provon 3 minuta më pas, por këtë herë Lika bllokon. E megjithatë, portieri i kryeqytetas duhet dorëzohet një tjetër herë. Alvi shërben për Inkongon që lëviz mirë dhe godet prirazi duke thyer Likën që nuk mund të bëjë asgjë. Vuloset rezultatin në minutën e 78, ndërsa i vetmi rast për të futur në ndeshje për Tiranën vjen 8 minuta nga përfundimi. Pejç favorizohet nga një gabim defensiv, por Alila i reagon me këmbë duke devijuar në këmbë goditjen e kroatit. Zhgënjen Tirana dhe në Kruj, pas humbjes në kryeqytet me Teutën, për Bardheblut e Misha Kërqiçević një tjetër rezultat negativ. Në 7 ndeshjet e fundit, Bardheblut kanë shënuar vetëm një gol, duke shfaqur mangësi në sulm, aty ku në gjysmën e parë të sezonit me Pejç bëri diferencë. Fitore e madhe e Kastriotit që zonën e rënies tani e sheh 6 pikë larg kur luan akoma edhe 9 ndeshje. Një festival golash ka shoqëruar fitoren e Laçit në javën e 24 të Superligës, teksa skuadra e Stavrinicës ka bërë një tjetër performancë të shkëlqyer duke mundur në transfert 5-2 shkumbinin. Suksesi merituar i laçianëve që kanë përmbysur avantazhin e shpejtë të vendasve, duke marrë 3 pikë të rëndësishme që i lejojnë të sulmojnë vendin e tretë të renditjes. Duhet të jenë të trishtuar peqinasit e përparim Daiut që kanë shpërdoruar një mundësi të mirë për të marrë pikë në shtëpinë e tyre edhe pse kaluan të parët në avantazh. E përsia e shpejtë e vendasve do të siklojnë në minutën e 10, kryesori Sino do të akordonte një 11 metrësh pas ndërhyrjes së Dokut në dëm të Dervishit, ndërsa nga pika e penaltis kulinde sfesën e peqinasve. Në pamje të parë gjithçka duket e lehtë për shkumbinin që vijon të dominojnë në lojën e tij, madje shkon shumë pranë golit të qetësisë. Gjyla dhe Kuli janë të rrezikshëm me goditjet e tyre me kokë brenda zonës, por përgjigjet sakt Vashaku që mban në lojë skuadrën laçane. Kjo e fundit zgjohet me kalimin e minutave dhe në të 33-ën i bën një surprizë të idhur vendasve. Dragičević le pas mbrojtjen, ndërsa me një kthes të bukur nuk i le asnjë shans Bejtes, 1-1 por nuk mbyllet këtu. Dragičević merr në krah skuadrën e tij dhe pas 3 minutash përmbyt gjithçka në favor të Laçit, duke përfituar dhe nga një gabim i Muj Dragić në hyrje të zonës. Minutat e mbetura të pjesës së parë luhen hapur, nuk mungojnë rastet për shënim, por janë laçianët ata që festojnë në pjesën e parë. Fraksioni i dytë rezervon një golat të vërtet, ndërsa duhet pak më shumë se 1 minutë lojë nga rikthimi në fushë që Laçi të shënojë golin e tretë. Mustafa Raj bë gjithçka vet duke shokuar vendasit, të kota reagimet e shkumbinit që në minutën e 53 do të merrte goditjen e nokautit. Dragičević kurorëzon me triplet sfidën e tij personale, ndërsa shënon dhe golin e katërt për Laçin, që vret ndeshjen. Trullosen të besuarit të Daiut, ndërsa miq përdorojnë me Dragičević rastin për të shënuar sërish. Shkumbini jep shenja jete dhe kthehet në lojë në minutën e 67. Grbović ngushton shifrat në 2-4 pas shërbimit të saktë të Kulit, por shpresat e vendasve për të dalë me pikë nga kjo sfidë do të shuheshin pas vetëm 8 minutash. Ysa vetëm sa duhet të shtyjë në rrjet topin e dhënë nga Dragičević, duke vulosur përfundimisht suksesin e Laçit, i cili me 3 pikët e marra hedh syt nga vendi i tretë. Qëndron në kuotën e 29 pikëve shkumbini, ndërsa ky Falc vërtetson pozitën e skuadrës së Daiut në tabelën e klasifikimit.